Do t'i gjoni, çfarë garë është kjo? Kjo është një garë normale. Dhe përsa kohë Me që... një kandidat, garë normale? Po, gara normale, pse them është garë normale? Sepse nuk i ka mohu asnjëri të drejtën, përfshi edhe mu që të hyjë në garë. Tani, secili prej nesh she të gjithë ambientin politik në të cilët ndodhet dhe padyshim që ka ambicet e veta. Sot, në momentin aktual, unë nuk kam ambicie për të kandiduar për kryetar të Partisë Demokratike. Po jo, po të tjerë kanë. Se s'pranojnë të tjerë. Ja, të them unë. Partia Demokratike ka ca rregulla dhe ka një statut dhe brenda statutit të Partisë Demokratike janë përcaktuar disa korniza të cilat... Statuti pa respektuar nga vetë kryetari? Ja, ta diskutoj, se në qoftë se do e bësh hard talk, hajde të përgjigjem. Por në rast se do më lesh që të shpjegoj... Të jemi real me ata që ja, ta maroj argumentin e parë, të maroj pyetjen e parë. Ju jeni pak të mërzitur si media, po dakord, ne do mundon të jemi as pak të mërzitur, ne vazhdojmë të bëjmë ndjer pak të sulmuar, po kjo nuk do të thotë që duhet sulmuar pa folur ajon. Her pas here gjen fajin te media dhe asnjëherë te vetja, kështu që unë nuk po kritikoj asnjë. Media ka politikën e vet, ne kemi politikën tonë. Jo, media ka detyrën e vet në fakt, shpërndarjen e informacionit. Dhe ne kemi detyrën tonë, sharimin e të vërtetës. Dhe dhënien e hapësirës kujtdo që dëshiron të flasë. Patjetër, po jo gjithmonë media ka drejt në atë që thotë, ndonjëherë informacionin e ka të gabuar. Këtu mund të diskutohet ajo se çfarë analizon vetë media, megjithatë t'i kthem zotit Gjoni. Ta përfundoj argumentin dhe për sa kohë që është bërë një shpallje dhe figura të cilët aderojnë në Partinë Demokratike dhe antarët kryesisë Partisë Demokratike, pse jo sekretari përgjithshëm, nën kryetari të partisë, çdo njeri tjetër mund të shfaqë ambicien për të qenë kandidaturë rivale dhe njeri i cili ka qenë në krah të Sali Berishës për të kandiduar për kryetar të Partisë Demokratike. Tani, unë kuptoj që gjithë kjo shtrohet në dy emra të cilët sot janë bërë objekti i debatit publik. Por, për sa kohë që këta nuk janë antarë të Partisë Demokratike, paktën sipas dokumentacioneve të cilët unë nuk jam gjykata mrena Partisë Demokratike dhe të jap mendimin tim. Kush nuk janë antarë? Po, dy kandidaturat të cilët janë skualifikuar, nuk rezultojnë që janë antarë për shkak të mënyrës se si kanë vepruar kundër Partisë Demokratike. Dhe për sa kohë ka një statut, ne nuk mund të lejmë njerëz të cilët janë jashtë Partisë Demokratike që të vinë dhe të kandidojnë. Pse për një arsye? Kanë qenë fare apo jo, kanë qenë dhe kanë ikë. Kanik apo se ju kush janë emrat? Ta them zoti Lubonja. Janë rasti konkret. Unë t'jem realist, jam në grupin parlamentar dhe në diskutimet e mia, jo publike, mund t'jem shumë më i ashpër se ç'është zoti Saliani në raport me mënyrën se si funksionon Partia Demokratike. Por ama, unë nuk kam dalë kurrë të gjuj Partinë Demokratike me topa ose të them dhe dalë publikisht, pavarësisht mënyrës. Zoti Saliani i kishte të gjitha mundësitë se është antar i kryesisë Partisë Demokratike. Dhe të gjithë debatin dhe diskursin politik... Po ky çekam, ne po flasim për ata që nuk janë. Ishte thash. Është i vetë përjashtuar, I vetë përjashtuar, ma shpjegoni ç'do të thotë se unë sa shpjegoj. Ta maroj këtë. Dhe për sa kohë që zotëria në fjalë, sepse i gjithë debati po bëhet për Alesja Balliun dhe për zotin Saliani, me sa kuptoj unë. Për të gjithë kandidatët të cilët dëshironin, aspironin të garonin për kryetar partia dhe nuk u pranuan. Zonja Balliu, paktën sipas informacion që kam unë, ka filluar punë në një institucion shtetëror pranë Partisë Socialiste. Dhe Partia Demokratike ka nxjerrë ca rregulla, të cilët thotë që të gjithë personat të cilët në fushatat elektorale kanë punuar kundër Partisë Demokratike dhe janë atashuar një forcë tjetër, dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm në Elbasan, nuk ka ndodhur vetëm në Tiranë, ka ndodhur edhe në qarkun e Lezhës, të përjashtohen për shkak të një angazhimi politik tjetër. Dhe partia ka ca rregulla. Unë nuk them që partia është repart ushtarak, por partia ka një statut. Mbi bazën e parimeve të pranimit të statutit, ti shpreh dhe vullnetin dhe bindjen që qëndroj brenda kësaj force politike, pavarësisht se në disa raste ke edhe mendime të ndryshme dhe pasja e mendime të ndryshme nuk të bën kurrësi shkak për të larguar nga Partia Demokratike. Por kur gjërat dalin... Ku ka filluar punë Alesja Balliu?
paktën nga informacione ka filluar në një institucion shtetëror, unë nuk jam shumë i qofsha i gabuar. Kokalari? Zonja Kokalari nuk e di se ka një test të Partisë Demokratike dhe është antare e Partisë Demokratike. Unë besoj që ka demokratë që punojnë në administratë, zoti Gjoni. Pra, nuk besoj që ju përjashtoni këtë që është në punë të administratës. Jo, më falë të sharoj këtë. Partia Demokratike thot mos t'je në struktura drejtuese, sepse ne në fushat elektorale, çfarë ndodh? Ne kërkojmë edhe socialistë të cilët janë të zhgënjur dhe pjesën ngrit vinë të ta votojnë ne. Por nuk mundemi ne një i punësuar në një administratë shtetërore të vijë të drejtoj Partinë Demokratike. Tani më thoni ju. Jo, unë e dëgjoj me gjithë respekt në dëgjoj për herë të parë, sepse unë dua të besoj që një parti politike ose dua të besoj që ne kemi arritur atë pjekuri në këtë vend që ti mund të jesh në punën si administratë shtetërore, mund të jesh një mësues, unë po e quaj administratë shtetërore, dhe të jesh antar i Partisë së Lirisë, i Partisë së Tomdoshit, i Partisë. Nuk ka pra nuk besoj që duhet të jesh si armik çdo punonjës administrative tani. Gjithë ideja është që në funksionet drejtuese, duke qenë dhe ti je vartës i një drejtori, s'ke shkuar akoma te ministri, s'ke shkuar akoma te kryeministri. Ose të vetë punësuar ose biznesmen, këtë po thoni apo? Njerëz të cilët janë të lirë në vendimarrjet e tyre dhe kjo është pjesa më e madhe. Por ne nuk themi, po ta them unë. Kryetari i Partisë Demokratike në Lezhë është mësuese, është arsimtare, është njëri që jep. Po kjo nuk do të thotë që mos të jetë kryetari i Partisë Demokratike. Sepse në aktivitetin e saj politik është e pavarur. Por në momentin që shkon drejtues dhe kandidon për kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, si mund ta lejoj statuti i Partisë Demokratike që të ka një përplasje të kësaj natyre dhe domosdoshmërisht ti nuk e merr dhe nuk e fiton besimin. Nga krau tjetër. Zonja Balliu u përjashtua se si u mor fare dokumentacionin mbeti në recepcion se punon në administratë. Kokalari pjesën administrative nuk e di dhe nuk flas në parim, nuk është antare e Partisë Demokratike. E para nuk jam sekretari i përgjithshëm. E dyta nuk jam pranuesi i dokumentacioneve. Jeni deputet i Partisë Demokratike, me sigurt që e keni këtë informacion. Po, politikisht pra. Ndërsa Stalianit nuk ju pranua se konsiderohet i vetë përjashtuar. Më thatë që do ma shpjegonit këtë term. Çdo thot i vetë përjashtuar. Sa ai nuk e konsideron veten të përjashtuar prandaj. Ja ta them unë. Për sa kohë që zoti Staliani me siglën e PD-s, me flamurin e PD-s, shkon në takime, përdor të gjithë ambientin dhe entouragin e Partisë Demokratike, duke sulmu Partitë Demokratike dhe kryetarin, Partia Demokratike ka krijuar me statutin e 2021-shit edhe fraksionin. Dhe nuk është s'ka si gjatë keqe që grupimi të cilën përfaqëson Staliani të krijoj një imazh tjetër për shkak të qëndrimeve dhe bindjeve se padyshim Partia Demokratike ka nevojë për reformim, Partia Demokratike ka nevojë për hapje, Partia Demokratike nuk është si ka bërë të gjitha gjërat mirë dhe një pjesë e qëndrimeve, jo vetëm të këtyre të cilët janë, por edhe demokratëve të bazës, kanë qëndrime kritike. Por problemi është që në momentin aktual, këta njerëz, dhe unë lexova para ca ditësh edhe një deklarim, mos më duket normale këto fyret personale. Të shkoj një që kërkon të bëhet drejtues i Partisë Demokratike dhe të përdoret që kultu ku ky pensioni atje, kjo anej, këto nuk e krijojnë klimën. Unë jam që çdo demokrat, dhe unë kam pas luftë edhe në bazë, po jo them, edhe në zgjedhjet e tani për Partinë Demokratike. Për mu nuk ka të Bashës dhe të Berishës, për mu ka antar të Partisë Demokratike. Dhe këtë duhet ta kuptojnë qytetarët. Pse? Sepse Partia Demokratike ka nevojë për çdo element që të jetë pranë Partisë Demokratike. Dhe Partia Demokratike kërkon që përveç antarëve të Partisë Demokratike, përveç militantëve të cilët sot mbështesin dhe janë të fuqishëm, patjetër që kërkon edhe pjesën gri, edhe antarësimet e reja dhe çdo element i cili mund të krijojë frymën dhe padyshim të bëj parti konkurruese dhe për të ardhur në pushtet. Zoti Lubonja, a ka ardhur koha në Partinë Demokratike që Berisha të jetë vërtet përballë Berishës në një garë si kjo? Se kuptoj këtë pyetje, po u bë kaq kohë në politik, zoti Berisha, apo jo? Kaq kohë në krye të Partisë Demokratike.